Bismillahirrahmanirrahim. Mbështetja në Allahun xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu thot: Nëse në Allahun besoni, në të mbështetuni. Surja Yunus 84. Vërtet Allahu i do ata të cilët në të mbështeten. Surja Al Imran 159. Ç'është mbështetja në Allahun xhaleshanuhu? Çfarë është kuptimi dhe domethënia e saj? Allahu xhaleshanuhu ka bërë mes gjërave që krijoi të dobishme dhe të dëmshme, siç i ka bërë disa logjike, pra disa ligje kozmike, shkaktare të dobësisë e disa shkaktare të dëmit. A do të thotë atëherë se mbështetja në Allahun ka kuptimin e lënies dhe mos përdorimit të mjeteve dhe shkaqeve të dobisë dhe dëmit? Në mesin e eruditëve ka pasur të tillë që kanë konsideruar se mbështetja në Zotin nën kupton mosveprimin e shkaqeve dhe mos përdorimin e mjeteve. Nuk punon në mbledhjen e furnizimit, pret që ai t'i vjen pa punë, e let smurin pa mjekim dhe shpreson që të shërohet pa ilaçe. Shkon në shkretëtir pa ushqim dhe shpreson që ai t'i vi vetë. Nuk kërkon dituri dhe beson se dituria do t'i vi pa kërkimin e saj. Kjo është në kundërshtim me ligjin e Zotit, sepse Zoti thotë: E kur të kryet namazi, atëherë shpërndahuni në tokë dhe kërkoni begatitë e Allahut. Surja Xhuma, ajeti 10. O robër të Zotit, krijesat e Tij, mjekohuni, kërkojeni furnizimin. Kërkimi i diturisë është obligim. Pra, kush e lë kërkimin e diturisë dhe pohon se ajo i vjen vetë, ai kundërvihet ligjit të Zotit dhe natyrës. Ka edhe të tillë që jetojnë vetëm me materie dhe për materien dhe konsiderojnë se shkaqet prodhojnë rezultate, se ilaçi vetveti u shëron, se vetëm mundi është ai i cili shpije deri te suksesi. Kjo i kundërvjet realitetit, sepse ndodh që të ekzistojnë shkaqet dhe mjetet për të mos japin rezultat. Ndodh mjekimi por mungon shërimi. Ndodh që në spital të jenë dy të smur në të njëjtën dhomë me të njëjtën smundje. Mjeki i ka dhënë ilaçin, po ashtu njëri vdes e tjetri shërohet. Apo bujku e punon tokën me mjetet më moderne. Hedh në të faren me të mirë, përdor plehun me të mirë, por bën dimër i ashpër, apo vape madhe, apo thatësi, apo vërshim, dhe tërë ky mund të shkon huq. Shkaqet dhe mjetet nuk shkaktojnë domosdoshmë rezultat, e as mospërfillja e tyre nuk është e lejuar. Arsyeja thret, ndërsa shariati, ligji i Zotit, urdhëron që njeriu ta përdorë mjetin e pastaj të lutet dhe të kërkojë nga Allahu realizimin e rezultatit. Pejgamberi alayhis salam i tha: Së pari lidhet devën e pastaj mbështetju Allahut që ta ruaj. Mësoj të gjitha mësimet e pastaj mbështetu në Zotin dhe kërko prej Tij sukses në provim. Kjo është mbështetja dhe shpresa e vërtetë në Allahun, e nuk është në lënien pas dorë të mjeteve, shkaqeve dhe në mospërfilljen e ligjeve të Zotit. Në botë e as në të harruarit se Allahu është ai i cili sjell dobi dhe dëm, e sidomos kjo në kërkimin e dobisë nga dikush tjetër. Mjetet dhe shkaqet janë të nevojshme. Përdorimi i tyre është në shtrim ndaj urdhrit të ligjit të Zotit dhe pasimi i ligjeve të Zotit në këtë botë. Por vetëm mjetet nuk janë të mjaftueshme, sepse rezultatet janë në dorë të Zotit. Një mend mbështetet në Allahun, ai i cili investon tërmundin në realizimin e asaj të dëshiruarës, përdor gjitha mjetet dhe beson se ai që mundson arritjen deri te saku është vetëm Allahu xhaleshanuhu. Prandaj shpreson në të dhe kërkon nga ai atë që e dëshiron. E kush i mbështetet Zotit, Zoti do t'i gjejë rrugëziri. Pra, ai bën shkaqet, i bën sebepet, mirë po suksesi është në dorën e Krijuesit.